Në debatin politik të ditës së sotme, u rikthye edhe një herë çështja e avokatit të popullit. Pas 3 vitesh vonesë, mazhoranca paralajmëroi nëpërmjet kryetarit të grupit të saj parlamentar se do të zgjedhë avokatin e popullit edhe pa opozitën, nëse ajo nuk pranon të marrë pjesë në proces. Opozita nuk mund ta mbajë më peng procesin, tha Tauland Balla, duke shtuar se në mungesë bashkëpunimi, Partia Socialiste do t'i japë Shqipërisë një avokat të ri. Nga ana tjetër, Sali Berisha akuzoi Edi Ramën për përpjekje për të kapur edhe këtë institucion dhe u shpreh se Partia Demokratike e ka dhënë emrin e saj. Mirë, po problemi i kësaj çështje nuk qëndron tek emri, por te mungesa e koordinimit dhe uljes mes palëve. Tradicionalisht, avokati i popullit është zgjedhur me konsensus, si garanci e pavarësisë së institucionit. Ndërkohë, PD rrezikon të përsërisë gabimet e së shkuarës, duke mos u ulur për të diskutuar, por duke ngelur pengi retorikës konfliktuale të Berishës. Një mungesë e opozitës në tryezën e diskutimeve me mazhorancën vetëm se du të përsëriste skenaret e së shkuarës, qoftë me djegjen e mandateve, qoftë me bojkotin e zgjedhjeve lokale. Ndaj PD, duhet të bëhet palë seriozisht e procesit të konsultimit dhe të shkojë te emri një figure të pranuar nga palët, duke mos i besuar më shumë ankesave se sa procesit politik.